Unë jam bërë besimtar nga një këngë adhurimi, ndaj adhurimi për mua është shumë i rëndësishëm dhe Zoti gjithmonë më ka folur nëpërmjet këngëve dhe besoj që ka shumë fuqi kur ne krijojmë nga përjetimet tona dhe krijojmë këngë dhe i thurim lavd e Zotit ton. Dhe kjo ka qenë arsye pse jam bashkuar thurit për të qenë pjesë e kësaj nisme kaq të madhe, për të qenë pjesë e historisë së këngëve shqiptare të Krishtlindjes. Një nga eksperiencat e mia të preferuara të Krishtlindjes është kur kam qenë pjesë e një komuniteti mbi 400 njerëz nga 60 kombësi të ndryshme dhe kemi festuar Krishtlindjen në stile të ndryshme, në stil afrikan, në stil aziatik, në stil europian dhe kemi festuar në një lloj forme adventet me radhë Krishtlindjes dhe gjithashtu një festë e madhe ku jemi veshur dhe me kostume tradicionale për të festuar Krishtlindjen së bashku, edhe pse ishim nga shumë vende të ndryshme. Prap ne ishim të bashkuar dhe të unifikuar në emrin e Jezus. Uroj që kjo Krishtlindje do t'ju gjej mes njerëzve të dashur dhe vërtet do ndiheni të dashur prej atyre që ju rrethojnë, por më së shumti prej atij që ju sheh nga sipër dhe është gjithmonë pranë jush. Zoti ju bekoft.